أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلمدريمة الأفدريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرغي محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e radhës të Zotit xhallahu ala, të cilin emër e përmendmi shpesh herë në ditët tona, po flas ata të cilët e falin namazin me rregull. Është fjala për emrin e Allahut Azza wa Jall, El Malik, që do thot sundimtari absolut, pronari i gjithësisë, pronari i çdo gjëje, këtë botë dhe botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala nuk i përzihet askush në pushtetin e tij. Allahu nuk e vet askënd çfarë të veproj. Kurkush nuk e pyet Allahun pse e bëre, edhe pse nuk e bëre. Për atë arsye, ai është El Malik subhanahu wa ta'ala. Sigurisht se edhe emri Allahut Azza wa Jall El Malik është cek në Kur'an në 5 vende, sikurse emrat e tjerë, po edhe është cek edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Shumë prej njerëzve kur ju shkon mendja El Malik, sundimtari suprem, i kujtohen edhe sundimtar në këtë botë. Një gjë duhet me ditë, krijesat e kanë pushtetin e përkohshëm, e kanë pushtetin vetëm në rrethina të caktuara. Nësa pushteti i Allahut është i pathyeshëm, nuk ka fund, dhe kurkush nuk ka mundësi me kundërvy pushtetet e Allahut Azza wa Jall. Prej sundimtarëve mund të gjesh zullumçar, mund të gjesh të pandërgjetshëm. Për të arsye, i dërguar Allahu na ka këshilluar që mos të vrapojmë pas pushtetit. Ta marrim pushtetin dhe të bëhemi udhëheqës, nga se nuk është punë e lehtë, është punë e vështirë, është punë e rëndë. Bile ka thonë ata të cilët ngarejnë, vrapojnë me lyp pushtetin, mos e jepni atyre, se ata janë ujë që nuk ngopen edhe nuk ngihen lehtë. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall na ka bërë neve në namazin farz, spaku 17 herë në rakatet farze, të thomi Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit, ditës së llogarisë. Me na dhon me kuptu që mos shkoje mendja o ti krijesë e vogël, me u lidh me krijesat që s'kan mundësi mi bo çare vetit e lemo tyje. Çka i bjen kjo? Lidhu me sundimtarin e të gjithë sundimtarëve, Allahun Azza wa Jall, që sundimi i tij është absolut, nuk ka fat caktuar. Këtë dunja me këdo që i lidhesh prej pushtetarëve, prej udhëhecëve, ta dish që ata kanë sot një fillim, po nesër vjen mbarimi. Sot janë në karrik, nesër largohen nga karrika. Mos e lidh zemrën për ta njerëz. Lidh zemrat për Allahun Azza wa Jall, se në dorën e tij është pushteti. Ai ja jep pushtetin këtë doje, e rrezon këtë doje, e përul këtë doje, e ngre këtë doje, çdo gjë është në duart e tij. Andaj mos u krekos me një pushtet, me një karrik që e ki para vetes, se nuk e din se kur ke më largu prej saj. Çdo gjë është në duart e Allahut Azza wa Jall. Kur përfundoje shkatërimi i kësaj bote, Allahu Azza wa Jall thot kullu man alejha fan. Çdo gjë është shkatëruar. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Mbetet vetëm fytyra e Allahut Azza wa Jall që është e nderuar edhe ndërshme subhanahu wa ta'ala.
Krijesa e fundit që Allah ja merr shpirtin është meleku i vdekjes. Allah e pyet dhe i thot: O melekul maut, o meleku i vdekjes, a ka me dukush posteja e krijesave të mia? Tha: o Zot, vetëm unë jam. Vdis edhe ti, vdes edhe meleku i vdekjes. Allah u pyet dhe thot: limenil mulkul yawm? I kujt është pushteti sot? Lillahi al-wahid al-qahar. Është i Allahut Azza wa Jall, i cili është një dhe i cili është i gjithë fuqishëm dhe i pamposhtur, subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jall pyet ditën e gjykimit: Aina al-mutakabbirun? Aina al-jabbarun? Ku janë ata që i kanë mendje mëdhej? Ku janë ata sundimtar? Do thotë që kanë sundu sa kanë qenë në botën tjetër. Allahu Azza wa Jall është sundimtar i vërtet, i cili nuk bën padrejtësi. O ma rabbuke bi dhallami lil abid. Dhe Zoti jot nuk i bën padrejtësi as kujt o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga se është i patmeta dhe ka ndalu zullumin edhe për veten e tij, edhe për krijesat e tij subhanahu wa taala. Zoti xhelalu ala ka caktuar ligje, kondita, përmes të cilave ligjeve dhe kondita na mbetemi në krijimtarime më parshme, e pastër. Cila është ajo? Krijimtaria njerëzore që ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Pa ligje, pa rregulla, pa sisteme nuk ka mundësi njëri me jetu. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Allah thot për çdo ummet, likulli ummetin, për çdo ummet kemi bërë metodologji edhe ligje që njerëzit me jetu. Njeriu që jeton pa ligje Zotit, pa sistem, ai bjen në drejtë të kafshës, Allahu na ruaj. Nëse ai i cili e ruan njerëzorën, është ai i cili jeton me ligjet e Allahut Azza wa Jall. Për arsye Allahu tha: "E fa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un." A menduat që ju kemi kriju këtë së koti, e s'keni më kthyt Allahu Azza wa Jall. Fa ta'ala Allah, ktheunet e Zotit, huwa al-malikul haq. Nga se Allahu subhanahu wa ta'ala është sundimtari i fortë, la ilaha illa hu. Nuk ka të adhuruar me të drejtë pas Allahut Azza wa Jall. Allahu është Zot i arshit bujar. Andaj kjo është sundimtari suprem. Sundimi i të cilit nuk ka fillim barim. Sundimi i të cilit nuk ka shterje. Edhe nuk ka mundësi kërkush me ju kundërvy sundimit të Allahut Azza wa Jall. Sa sundimtar i ka gëlltit kjo tokë, sa kriminal i ka zhdu kjo tokë me urdhën e Allahut Azza wa Jall. Për të arsye, Allahu subhanahu wa ta'ala kur thot në surën Zelzala: "Idha zulzilatil ardu zilzalaha", kur toka dridhet, wa akhrajatil ardu athqalaha, dhe çet në shesh zullumat e të gjithë mbretërve që i kanë bërë sundimtarëve, wa qala al insanu ma laha, njeri që u dytë të shka të bo toka, pse toka kështu me qitë jashtë. Yawma idhin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka uhala. A ditë toka ka me qitë shesh kejt dëbomat, kejt këshijat. Pse kështu e urdhon Zoti i saj. Pse toka i qetë? Se urdhon ai i cili është sundimtar suprem dhe kë e urdhon Allahu, do thot Allahu, ai vepron çdo krijesë. Abu Dherri një ditë ka dalë me pejgamberin alayhis salam dhe po e shikon diellin duke perëndu. E tha: "Ja Rasulullah, pasi të perëndoje dielli, ku shkon?" Tha: "I bjen sejdë Allahut Azza wa Jall dhe shkon aty ku e urdhon Zoti." Thot ku të lindë çfarë vepron? Thot nuk lind dielli pa eron sejdë Zotit edhe pa e marrë leja Allahut, a me lind apo mos me lind. Apo a me lind nga perëndimi apo nga lindja. Çka e ludon kjo? A ludon që Allahu është sundimtar suprem. Lillahi mulku samawati wal ard. I Allahut është i tërë pushteti në tokë dhe në qiell. Yakhluqu ma yasha. Allahu krijon çfarë doje subhanahu wa taala. A dhe kërkon nuk e vet Allahu çish me kriju, a me kriju. Kur kush nuk i përzihet pushtetit e tij suprem xhallahu ala. A dhe ky është Zoti jon. Duhet të krenohemi që Allahu na ka nderuar në Islam. Duhet të krenohemi që Allahu na ka mundsuar me njoh Zotin ton, se ai është Malik el-Muluk, është sundimtar i të gjithë sundimtarëve subhanahu wa taala. Andaj sado që shtohet zullumi ndonjë sundimtari, ta dish që e ka fundin e vet. Nga sa që ka thonë pejgamberi sa inna Allah la yumli adh-dhalim. Allahu elan dhe afatizon zullumçarin derisa ti vjen koha pastaj ai nuk ka kumik dënimet e Allahut azza wa jall. Fundit është do gjykimit edhe Allahu thirr dhe thot: "Ain al-mutakabbirun, ain al-jabbarun?" Ku janë sundimtarët,
ku janë kryetarët, udhëhecin me njëmdhej, të cilët kanë bërë krime dhe zullum robëve të Allahut azza wa jall. Allahu na mëson me një zotin që duhet. Në takimin e ardhshëm zotit dhe mësmiri walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأذريمة إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقين محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qof mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert, besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Jemi në emrin e radhës, i cili emër ka të bëjë apo ka lidhje me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Muaj i cili është i begat, po njëkohësisht është muaj i faljes së mëkateve. Besoj që me këtë emër ka më na ushtuar më shumë dashuria ndaj Allahut azza wa jall, respektin ndaj urdhëve të Zotit xhallahu ala, dhe kemi më shpresu më shumë tutje në faljen e Allahut azza wa jall. Jemi në muajin e faljes dhe kemi përzgjedh emrin e radhës, të flasim rreth këtij emri, i cili emër emërtohet apo quhet El Afu, që do thot falës i madh i mëkateve, fshirës edhe mbulim. Ky emër është përmend 5 herë në librin e Allahut azza wa jall. Edhe është sek edhe në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Emri El Afu përfshin 2 lloje të faljeve. Lloji i parë është El Afu al Am, falja e përgjithshme e Allahut azza wa jall. Falja e tillë i përfshin edhe besimtarët edhe idhëtarët. I përfshin edhe të mirët edhe të këqijt. Dhe dikush mundet me pyet çka është për qëllim falja e përgjithshme i përfshin edhe jo besimtarët edhe të këqijt. Është për qëllim që Allahu azza wa jall nuk hakmerret ndaj idhëtarëve shpeshherë në këtë dunjë. I lën ata botën tjetër. E për ta është një falje e përgjithshme, sa Allahu ju jep ushqim, ju jep oksigjen, ju jep me pi, fëmijë, rrobe, edhe gjërat e tjera të kësaj bote, prej bukurive të kësaj dunjaje. Nga se kjo dunja që kemi tek te Allahu nuk ka vlerë. Qysh ka thënë alayhi salatu wasalam, me pas vlerë kjo dunja te Allahu sa krau i moshkonjës, nuk kish pas mundësi asnjë udhëtar me pini bardakuj. Apo hadithi tjetër që e-dunya mel'une, wa mal'unun wa ma fiha, dunja është e mallkume dhe çdo gjë është e mallkume çka ka ta, përveç përmendjes së Allahut azza wa jall, kërkimit të dijes apo edhe apo gjërave të ngjashme që janë me kërkimin e dijes. Andaj kjo është falja e përgjithshme. El afu al khas, falja e veçantë, është enkas për ata që pendohen te Allahu azza wa jall. Për ata që e dinë që e kanë një Allah që i fal gjunaat. Mirë po, kjo falje Allahut azza wa jall ka disa veçori të veçanta, të cilat na stimulojnë neve që sa më shpesh të kërkojmë falje te Zoti për gjunaat e tona, sidomos këtë muajin e bekuar të Ramazanit. E para përfshin falje të mëkateve, e dyta përfshin shlyrje të mëkateve, edhe e treta mbulim të mëkateve. Kjo Zoti jon na fal, na mbulon tmetat mëkatet, edhe na shlyen ato gjunahe. Kur dalim në gjykimit, bëhemi sikur se s'kemi bërë gjunahe. Argument ka thonë pejgamberi, at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la. Ai i cili pendohet nga gjunahi, është sikur se ai i cili nuk ka bërë gjuna fare, sikur se ai i cili nuk ka mëkatu fare. Allahu azza wa jall
Shpesh në Kur'an e ka thënë këtë emër dhe ka thonë inna Allah kana afuwan ghafura. Allahu ka qenë dhe është falës, edhe është mbulues i gjunave dhe fshirës i mëkateve të besimtarëve. Pastaj inna Allah kana afuwan qadira. Allahu është falës, mbulues dhe është i plot fuqishëm subhanahu wa ta'ala. Amr ibn Asi ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ka dashur me ia dhon besatimin që po bëhet musliman. Edhe pejgamberi sa pasi që i tregoi për bukuritë e Islamit, i dërgoi Allahut erkua dhe momenti më zgjat dorën, më thonë mirë se erë vëlla në Islam. Për një moment Amr ibn Asi e tërheqi dorën. Dhe këtë tërheqje e dorës e preki pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe i tha, ja Amr, o Amr, pse e tërheqe dorën? Tha, ja Rasulullah, po du me vërtetu një gjë para se me ta dhon edhe njerë besatimin me dorë. Tha, çfarë është ajo? Unë po hytha në Islam. Po ato të këqijet që i kum bo, sa kam qenë jo musliman, që kam e bo me ato? Thot, ja Amr, e me alimt, o Amr, a nuk e din që el Islamu je gjubbu me qablehu, a nuk e din që Islami e shlyn këtë kalumën tonë të keqe. Bile edhe më shumë se kjo, e shëndron në punë të mira dhe në mirësi. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe afrohemi tek nata e Kadrit, 10 e fundit. Edhe secili prej neve interesohet ashtu siç është interesu Aisha radiallahu anha. Është interesu dhe i ka thënë ja Rasulullah, nëse une e zateti natën e Kadrit, ma dhe kulu fiha, çka thom diçka të veçantë këtë natë? Thjesht po diçka madhore. I tha pejgamberi ja Aisha, o Aisha, in adrakta lejletul qadr, nëse e zatet natën e Kadrit, kuli, thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Andaj edhe na duhet me shpeshtu këtë dua, këtë lutje në Ramazan. Me lut Allahun me këtë emër, që Allahu më na fal gjunat, më na mbulu edhe më na fshin nga regjistri i të këqijave. E lut me Allahun në fund të këtij emisioni që Allahu të na fal të gjithëve neve agjëruesve, na bëj për atyre që gëzohen me agjërimin e tyre para Zotit xhelalu ala, ta mësoj ta duam Zotin ashtu siç e meriton dhe ta njohim ashtu siç e meriton. Në takimin e ardhshëm ju lënë në kujdesin e Allahut azza wa jall, ai di më së miri. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلمدرين بدل أذريمت إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات أدرقين محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Allahut azza wa jall qof mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Me lenin e Allahut azza wa jall kemi përzgjedhur sot emrin e radhës, një nga emrat e bukur të Zotit xhallahu ala. Duke e ditur që në për shtëpitë tona, familjet tona, shoqëritë tona kemi njerëz që vuajnë nga smundje të ndryshme, dikush një kohë të gjatë, dikush ndoshta tashmë rishtazi është sëmur, e dikush pritet mos sëmur. E kom përzgjedhur këtë emër me i ledhatu zemrat tona
edhe me I lidh zemrat tona me shëruesin e vetëm Allahun Azza wa Jall. Për atë arsye e kom zgjedh këtë emër, I cili emërtohet dhe quhet Ash-Shafi. Shëruesi I vetëm është Allahu Azza wa Jall. Zoti Xhelewala është ai I cili I shëron robët e tij. Pa lejen e tij nuk shërohet njeriu. Të nderuara xhiruese, ju jeni dëshmitar që e kemi përjetuar një periudhë të hidhur, jo të mirë, periudhën e Covidit, e pandemisë dhe epidemisë shkatruese. Dhe jeni dëshmitar që terapia ka qenë e njëjtë për persona që kanë pas Covid. Disa kanë vdek, disa janë gjallë. Dhe pse ndodh një gjë e tillë kur terapia është e njëjtë? Për dy arsye. Para është se mjeku nuk është shërues. E dyta, barnat nuk janë shërues. Shëruesi vetëm është Allahu Azza wa Jall. Mirë po. A do thotë kjo që unë mos t'i marr sebepët? A do thotë që më ka kaplu smundja dhe nuk po du me shku te mjeku, nuk po du me I përdor barna se Zoti më shëron? Jo. Allahu I ka kriju sebepet. Për atë arsye, emri Ash-Shafi ka ardhur në sunetin e pejgamberit sallam, ndërsa nuk ka ardhur në asnjë vend në Kur'anin famlar, por ka ardhur në formën e foljes apo ka ardhur në formën e veprimit, duke tregu sebepet që Allahu I kalon me ushëru. Për shembull, kur ka fol për veten e tij, Allahu ka thonë: "Wa yashfi sudura qaumi mu'minin." Allahu është ai I cili I shëron zemrat e besimtarëve. Dhe ky shërim vjen në disa aspekte. Shërimi nga lëndimet mjekësore, shërimi nga dyshimet që mundet me I hedh shejtani apo dikush në zemrën e muslimanit. E dyta, ka ardhur sebepi I dytë I radhës për mjekim shërim është përdorur dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mjalti. Që tek ne nuk I dihet vlera mjaltit sa duhet. Allahu kur ka fol për mjaltin ka thonë: "Fihi shifa'un linnas." Mjalti është element, sebeb me lejen e Allahut Azza wa Jall mu shëru dhe mu mjeku njerëzit. Ju kujtohet rasti ka ardhur një njeri tek pejgamberi sa dhe shanku për vllavin e vet. I tha: "Ja Rasulullah, vllavit po I dhem barku." Fundi I barkut. I tha pejgamberi: "Alejke bil asal." Të këshilloj me ble një tegëll mjalt edhe le ta përdore vllavi. Nuk kaloi shumë periudhë gjatë, prap ky djalosh erdhi tek pejgamberi dhe tha: "Ja Rasulullah, thot vllavi përfundoi tegëllën e mjaltit, por barku ende po I dhem." Çka I tha pejgamberi? "Sadaqallah wa kadhaba batnu akhik." Allah e ka thonë të vërtetën për mjaltin apo rrem barku I vllavut tënd. Barku I vllavut tënd s'është ta thonë të vërtetën. Diçka nuk është rregull me to. Ama mjalti mu përdor me lejen e Allahut është shërues. Pse? Ka thonë fihi shifa'u linnas. Elementi I tretë është ky Kur'an që është stolisja e këtij muajit bekum të Ramazanit. Pse ka që bukur është Ramazani? Pse është nata e Kadrit? Pse ka zbrit edhe Kur'ani famlar. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ramazani është muaji në të cilin ka zbrit Kur'ani. E Allahu për Kur'anin ka thonë që është sebeb mu shëru. Wa nunazzilu min al-Quran në surën Isra. Ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Na kemi zbrit këtë Kur'an I cili është shërues dhe I cili është rahmet për besimtarët. Edhe pejgamberi sa më smur, shprovu nga sihri. Edhe I dërgoi Allahut kur e ka pa një smur, çka ka thonë? La bas, tahur inshallah. Qoftë e kaluar, pastrimi inshallah është për ty ngritje gradash. Pastaj kur ka ardhur dikush me mjeku te pejgamberi është anku, ka bu dua pejgamberi ka thonë: "Allahumma rabban nas adhhab al-ba's, ishfi anta ash-shafi, la shifa illa shifa'uk shifan la yughadiru saqama." O Allah I njerëzve, adhhab al-ba's, largoja smundjen, washfi anta ash-shafi, shëron nga se ti je shërues, la shifa illa shifa'uk, nuk ka shërim përveç shërimit tënd, shifan la yughadiru saqama, pas cilit shërim nuk ka më rikthim të smundjes. Ka përdor metoda nga më të ndryshme të pejgamberit sallam, me vetëm qëllim që me I lidh njerëzit me Allahun Azza wa Jall dhe me I tregu që Allahu subhanahu wa taala është shëruesi I vetëm. Vet Aisha radhiyallahu anha tregon që
sa herë që i ka dhënë koka pejgamberit sa më ka thonë me lexu surën El-Falaq edhe surën En-Nas ose surën El-Fatiha, Ayatul Kursi, i ka lexu pejgamberi me bindje që me lejen e Allahut azza wa jalla, i cili është shafi, kanë më bëu sebeb këto gjëra edhe më mjeku edhe me ushuru me lejen e Zotit xhallahu ala. Qoftë nga smundja kokëdhëmbjes, barkut, pastaj gjoksit, pastaj gjërave tjera në trupin e njeriu, ku normalisht ndodhen me ushuru me lejen e Allahut azza wa jalla. Është vërtet smundja ekziston, smundjet kanë ekzistuar dhe ekzistojnë, nga se çish ka thonë pejgamberi sallam, Allahu azza wa jalla nuk e ka zbrit asnjë smundje që për to mos me zbrit ilaçin, përveç vdekjes. Andaj ka shpëtim nga vdekja nuk ka. Për çera smundje, për të gjitha smundjet Allahu e ka zbrit ilaçin. Dhe tha pejgamberi, e diti kush e diti, e kuptoi kush e kuptoi, kjo është ligji i Zotit. Ka smuj që ekziston dhe ka me ekzistuar e që Allahu mos e paslon ilaçin. A tha pejgamberi, tadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram. Mjekoni o ju rob të Allahut, ama mos e kërkoni mjekimin në haram apo në gjëra të cilat do thot i ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj e lutem Allahun, i cili është shefi, të shërojë zemrat tona, mendjat tona, të shërojë të sëmurit ton, edhe ata të cilët vujnë nga smundjet, shtoni duan këtë muaj bekum Ramazanit se duaja pranohet dhe është më afër pranimit, dhe lutem Allahun me këtë emër të bukur e shefi, i shfina, o shëruesi vetëm na shëro, dhe tini të bindur që ka me zbrit shërimi Allahut azza wa jall. Dhe takimin e ardhshëm sot do të mos mirë, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falenderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salavatat dhe salamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wa salam, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhiruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Edhe këto ligjërata i kemi përzgjedhur për juve me vetëm qëllim që ta kalojmë Ramazanin duke marrë dituri, e atë duke marrë dituri më të volitshme, më të kërkuar raport me Allahun azza wa jall. Nga se kanë thënë dietarët, men kana billahi araf, kana billahi akhwaf. Ai i cili e din e njeh më së miri Zotin, ai i tutet më shumë Allahut azza wa jall. Dhe na dëshirojmë që ta njohim Allahun azza wa jall dhe këtë njohje ta bëjmë në muajin e bekuar të Ramazanit. Jemi në emrin e radhës të Allahut azza wa jall, i cili emër realisht nuk është cekur në Kur'anin famlart, por ka ardhur, do thot, në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është fjala për emrin e Allahut El-Muhsin, që ky emër do thot mirë bërësi. Allahu azza wa jall ka dashur që t'jemi dhe donë që t'jemi edhe na muhsinin, mirë bërësa, bamirësa, dhe gjithat mire që i kemi, duhet me kuptu drejt dhe mirë që i kemi nga i cilë është muhsin, mirë bërës dhe bamirës i lartë, subhanahu wa ta'ala. Allahu ju është drejtu pejgamberit alayhi salatu wasallam duke i thënë, wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk, dhe bë mirë qysh ka bo ty mirë Zoti. Wa la tabghi al-fasada fil ard, inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Edhe mos bën fesad në tokë, se Allah nuk e don fesadxhit. Andaj bë mirë qysh ka bo ty mirë Zoti xhallahu ala. Dhe mirësia e Allahut nuk shprehet vetëm në çështje monetare, monedha, por mirësia e Allahut është ka ta kesh një gru të mirë. Mirësia e Allahut është ta ketë një burr mirë, gruaja. Mirësia e Allahut është të kesh evlad. Mirësia e Allahut apo mirësitë e Allahut janë të shumta.
të cilat reflektojnë në jetën tonë dhe ne i kemi përditshmëri. Mjafton në veten tonë me i pa këto mirësi të Allahut Azza wa Jall. Transmeton Enes ibn Malik se pejgamberi ka thonë: "Idha hakamtum fa'dilu", kur gjykoni mesin e njerëzve, gjykoni drejt. Dhe kur të luftoni rrugën e Zotit, luftoni me mirësi, do thotë mos me u sill si shtaz. Wa ahsinu, edhe bëni silluni mirë. Fa inna Allah muhsinun, se Allahu është bamirës, yuhibbul muhsinin, edhe i don mirëbërësit. Këto e ka thënë Allahu vetë në Kur'an duke thonë inna Allah yuhibbul muhsinin, me vërtet Allahu i don mirëbërësit, thot pejgamberi alayhis salam. Në një hadith tjetër, thotë Allahu: "Wa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wa idha dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha." Fa kur të vendosni me mbyt diçka, bëni në mënyrën më të lehtë dhe të mirë të mundshme. Kur dëshironi me therr diçka, therrni kuptohet në mënyrë më të lehtë të mundshme duke e spreh thikën dhe duke bërë, do thot atë të fuqishme për ta kryer procedurën më lehtë. Allahu mirësinë ka dhënë pa numërta. Dhe të gjitha këto mirësi i kena nga Zoti xhelalu ala, padyshim. Për mirësive ose Allahu ka dërguar pejgamber për të na lehtësuar neve dhe për të na mundësuar me kuptu drejt ato çka don Zoti prej neve. Ka dërguar Allahu libra, Kur'anin famlar, për të na lehtësuar neve kuptimin e asaj çka don Allahu dhe çka është duke fol pejgamberi Allahu Azza wa Jall. Ka dërguar dhe libra të tjerë para Kur'anit. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dhe nuk ka pas umet që nuk ka pas sortues pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Krej këto gjëra është, apo janë se Allahu është muhsin. Allahu është mirëbërës ndaj neve. Allahu është mirëbërës edhe ndaj atyre që bojnë shirk. Edhe i mëkatojnë Allahut mëngjes dhe mbrëmje. Allahu atyre nuk ka ndal oksigjenin. Allahu atyre u jep me hungër me pi. Allahu u jep shëndet, nuk i privon ata. Edhe pse e meritojnë ata një gjë të tillë. Kjo është pirje për Allahu se është muhsin, mirëbërës. Mirë po mirëbërja e ati shfaqet më shumë tek ata të cilët i nashtrojnë Zotit. E adhurojnë dhe njësojnë Allahun Azza wa Jall, dhe Allahu këtyre u jep mira, begati të panumërta. Sa fatkeqësia ka pas mundësi me ndodh për Allahu e ka pengu, për shkak se është muhsin. Allahu të ka ruajtur nga dëmi dhe sherri, që ti nuk e ke ditë. Allahu është muhsin, edhe dëshiron prej neve që t'jemi mirëbërësa. Andaj s'paku, nëse s'kena mundësi me marrë pjesë me një projekt, mos me fol keq për projektin e mirë. Nëse s'ki mundësi me u bo një plus në atë çka po thirret me bo mirë, s'paku hesht, apo s'paku nxit me bo mirë, e mos e bë njëri keq me fol keq për projektin apo për basin e projektit. Nga sa Allahu nuk i don kooperacët. Kooperacia është gjë shumtuar në fenë Allahut Azza wa Jall. Dhe Allahu ka garantuar që o me yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun, kush arrin me rujt veten nga kooperacia me lenë Allahut ka më qenë i shpëtuar këtë botë dhe botën tjetër. Kështu ka garantuar Allahu Azza wa Jall. Andaj a dëshiron me dash Zoti. A dëshiron me qenë afër Allahut Azza wa Jall në gjykimet, afër pejgamberit, pra po në muhsin, me atë mundësi që e ke. Andaj kështu ka qenë edhe i dërguari i tij shembulltyra e jon Muhamedi alayhi salatu wassalam. Elusme Allahun Azza wa Jall që na bëj prej mirëbërësve, na bëj për atyre që janë qelës të hajrit edhe mbyllës të sherrit. Elusme Allahun që Allah na bëj që ta duam atë më shumë, ta respektojmë atë më shumë, ta njohim më shumë, që ku dalim për ati të gëzohemi dhe ta shohim Allahun Azza wa Jall ashtu siç e kemi njohur në këtë dunja. Ju dëshiroj agjërim të lehtë të pranuar dhe në takimin e ardhshëm. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falendrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhiruza xhiruese, jemi në ligjratën e radhës tek cikli ligjratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në emrin e Allahut Azza wa Jall, I cili emërtohet El Wakil, që do thot për kujdesesi I çdo gjëje subhanahu wa ta'ala. Ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall është përmendur në Kur'anin famlar rreth 14 herë. Këtë emër dhe me këtë emër ju lutet e pejgambert e Allahut Azza wa Jall edhe sahabët kanë besu fuqishëm se Allahu është përkujdestar I tyre. Përkujdesja e Allahut Azza wa Jall është e dyllojshme. Përkujdesje e përgjithshme edhe përkujdesje e veçantë. Përkujdesja e përgjithshme është Allahu Azza wa Jall ruan thot çdo gjë dhe ajo është kujdestar I çdo gjëje. Argument tha Allahu Azza wa Jall, wallahu ala kulli shay wakil. E Zoti xhallahu ala është ai I cili do thot kujdeset për çdo gjë. Ndërsa për kujdesja e veçantë është ajo për kujdesje do thot e cila apo të cilën e kalon Allahu Azza wa Jall ekskluzivisht për besimtarët. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall tha: "Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh." Kush I mbështetet Allahut Azza wa Jall, Allahu I mjafton atij subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin 'abda. Allahu thot, a nuk I mjafton Allahu robit vet që ai më mbështet Zotit xhallahu ala. Njëri nga njëherë blen në situata palakmuse, të vështira. Qysh kanë radhë pejgamberi të Allahut Azza wa Jall. I pare që ka thonë këtë fjalë madhështore është Ibrahimi alayhis salam, momenti kur është hedhur mbi atë gardh gjigant për ta djegur këtë pejgamber të Allahut Azza wa Jall. Edhe çka tha, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ma mjafton Allahu Azza wa Jall mua, sa mbështetës I mirë është Allahu Azza wa Jall, sa kujdestar I mirë është Zoti xhallahu ala. Gjithashtu e kanë thonë edhe sahabët radhiyallahu anhum ajma'in, kur ardhën munafikinë edhe dëshiruan të mbjellin frikë sahabën në zemrat e tyre, duke dashur më thonë që lënë këtë Islam, se ju kanë tubu, ju mbledh gjithë njerëzit, po duhet me ju dëmtu, keni met vet, lëni Islamin, rrini rahat. Çka u than ata? Alladhina qala lahumun nas, inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ata të cilët dëshiruan me I friksu sahabët dhe I thanë, ju kanë tubu njerëzit, rujuni, friksojuni se so kjo puna e gore, vet keni met. Fazadahum imana. Kjo nuk I zbrapsin nga feja e Zotit. Vetëm u ashtoi atyre besimin, wa qalu, edhe thanë me plot gjuhë dhe zemër, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton neve Allahu Azza wa Jall, sa kujdestar dhe ruajs I mirë është subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari duhet me jetu me këtë emër dhe duhet kudo që shkon me di që e ka një Zot që I mbështetet atij subhanahu wa ta'ala. Për të arsye Allahu Azza wa Jall ka thënë, "Law annakum", ka thënë pejgamberi sa, "Law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr." Nëse ju mbështetni Zotit me një mbështetje që duhet, ju furnizon sikur është furnizon zogun, shpendin, del barkëzbrazur nga foleja kthehet barkëmbushur. Kjo është Allahu Azza wa Jall. Pastaj kush I mbështetet Allahut Azza wa Jall, Allahu I bën rrugdalje për çdo gjë, ja shumëfishon shpërblimet edhe çdo derë që ka të mbyllur, Allahu ja çel. Sa për Allahun çdo gjë është e lehtë. Mjafton me thon kun fayakun, bëhet dhe bëhet, ajo bëhet. Allahu kur ka folë për robët e tij të zgjedhur në Kur'anin famlar, në surën Anfal për shembull ajeti 2, çfarë ka thënë? Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Robët që zgjertë Allahut Azza wa Jall janë ata që kur I përmendet emri I Allahut, tërqethen zemrat e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Kur I lexon ajetet kuranore, ushtohet imani atyre. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Cilësia e tretë është dhe ata në të cilët
mbështeten vazhdimisht në Allahun Azza wa Jall. Pse mu mbështet Zotin? Se inna Allahu yuhibbul mutawakkilin. Allahu i don ata që mi mbështeten Zotit edhe e lojnë kujdesar Allahun Azza wa Jall. Qysh ka ardhur sahabiu, i tha ja Rasulullah, a ta lo devën të lirë edhe ti mbështet në Zotit? Jo tha, lidhe devën, pastaj leja amanet Zotit. Leja kujdestar Allahun Azza wa Jall, Allahu të arun, ama ti nuk e ke lidh devën. Edhe po do me thonë që Zotit marun, jo, miri sebepet. Allahu i kalon shkaqet sebepet. Allahu kur ka fol për njerëz të zgjedhur, njerëz të cilët kanë hek nga kriminalët, zullumçarët, sirbazët, e ka paraqit ankesën e këtyre njerëzve. Çfarë ka thënë Zoti? "Wa ma lana alla natawakkala ala Allah, wa la nasbiranna ala ma adhaytumuna, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Neve nuk na mbeti diçka tjetër të veprojmë. Ata na kanë bëu keq, na nuk e kena karakterin atyre me akthime të keq. Ata kanë bëu zullum, na bas si na zullumçar me kthime të njëjtën monedhë. Na tawakkal ala Allah. I mbështetemi me Zotit edhe bojmë sabër ndaj zullumit dhe dëmit që po na bojnë neve njerëzit. Wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allahu thret dhe thotë le të mbështeten Allahut për një me, thotë besimtarët të sinqert. Andaj mbështetju Zotit. Leja Allahut Azza wa Jall gjërat që ai mirët me to. Ai ti rregullon, ai trun nga çdo e keqe, ama mirë sebepet edhe shkaqet dhe mos u dorëzo. E lutem Allahun që ta kuptojmë drejt këtë emër. E lutem Zotin që çdo udhim që marrëmi, çdo gjë që ja lojmë në shtëpi, amanet, çdo gjë që na rrethon, çdo gjë që synojmë diku me shku, le të jetë Allahu kujdesari jon dhe ai i cili na ruan neve, imanin ton, familjet tona dhe shoqëritë tona. Dhe në takimin e ardhshëm Zotit e mësimiru, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالندريمة الأفدريمة إتاقويمة الله عز وجل صلوات السلامة يدرقين محمد عليه الصلاة والسلام تنروا على جروز أجروسة يمنا لجراتنا راضس të cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Dhe tashmë jemi në pjesën e fundit të emrave të bukur të Zotit Xhelle Uala. Dhe jemi edhe në pjesën e fundit të muajit të Ramazanit, ku tashmë duhet që të startojmë dhe të punojmë edhe më shumë që të dalmi fitimtar nga ky muaj i bekuar i Ramazanit. Për arsye kom zgjedh në 10 e fundit edhe këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall, i cili emërtohet dhe është Esh-Shakur. Do thotë shpërblyesi i madh, mirënjohësi i madh Allahu Azza wa Jall. Ky emër është përmendur 4 herë në librin e Allahut Azza wa Jall. Wa kana Allahu ghafuran shakura. Allahu Azza wa Jall është ai i cili fal gjunat dhe është shpërblyesi i madh, mirënjohës. Inna Allaha afuwun shakur. Allahu është falës dhe shpërblen shumë. Zoti Xhelalu Ala me këtë islam, me agjërimin, me obligimin të përgjithësi namazin, nuk ka dash neve me në ngarku, por ka dash me në dhonë disa elemente dhe obligime që me në majt lidhur raportet me te. Dhe ka dash disa gjëra të thjesht ati veprojmë ne, qaj pasaj me emrin e tij Shakur të na jep shpërblime gjigante subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tregon një hadith vërtet që një njeri bainama rajulun yamshi fi at-tariq, një njeri ka qenë duke ecë rrugës
dhe ka parë para vetës së tij një therr, një pengesë në rrugë. Edhe është ulur, edhe ka marrë dhe ka largu pengesën nga rruga. Thot feshekar Allah. Thot Allahu Azza wa Jall e falenderoj dhe si falënderim dhe mirënjohje ndaj Zotit për këtë person, fe ghafar Allahu la. Allahu Azza wa Jall ja falë atij gjunat. Me çka ja falë gjunat? Me një punë thjesht. Punë të cilën mund ta bëjmë të gjithë. Punë e cila don vetëm lëvizje të thjesht komode, edhe pastaj të arritësh faljen gjigante të Allahut Azza wa Jall. Kjo aludon që kemi një Zot që shpërblen shumë. Një Zot që nga ne nuk lyp shumë. Një Zot që lyp vetëm nga ne me pa seriozitet. Lyp nga ne me pa që jemi të dashur me bu mirë. E pastaj ai neve me na dhon shumë të mira. Paranon që ka në hadith kutsi, ai i cili e bën një jetë me bëni punë të mirë. Allahu ja shkon 10 mira. Edhe nëse e ka bëni edhe nuk mundet me bëj, dalin rrethanat, po njëti është i mirë, ja shkon sikurse me bëni punë të mirë plot. Dhe ai i cili e ka bëni jetë me bëni punë të keqe, edhe duke shku rrugës përkundër që i ka pas mundësi, komoditetin me bëhat keqe, ju ka kujtu frika Allahut Azza wa Jall, frika ndaj Zotit, e kalon punën e keqe. Allahu nuk ja shkon si të keqe, po ja shkon si një të mirë plot që e ka bë. Pse? Për shkak se ai është e shëkur, është mirënjohës Zoti. E ka pa Allahu që të ka jo shejtani. Rinia, komoditeti, pasuria, epshi, nefsi, rrethanat, këti ke bu manon haram. Ama ke di që Allahu të sheh. Edhe nuk e ke bu këtë punë. E Allahu është shëkur, ta shkruan sikurse e ke bu një punë të mirë. Nëse ndodh më ra, ta shkruan një punë, do thotë të keqe sikurse ke bu vetëm një të keqe. Pastaj ka tregon pejgamberi sa të kaluarën, ka qenë Allahu i nderov një gru lavire, e cila gjatë rrugës pasi që ka kry haramin, është etur për ujë, duke shku rrugës, e ka pa një kron, edhe ka dash të gërmuzët të ulet dhe me taket e saja të merë një pjesë ujë dhe të freskotit dhe të pi ujë. Afër saj ka qenë, kader Allah, një qenë Zoti i nderoft i cili ka fillu të qes nga goja ati jarga, nga etja ati e madhe, dhe kjo gru nga dhëmshmëria që ka pas për këtë kafsh, e ka marrë ujin, pjesën e ujë dhe i ka dhënë përparësi qenit. Feshekar Allahu le feghafara leh. Allahu e falënderoi këtë gru si mirënjohje dhe falënderim dhe shpëlys i madh, Allah ja fali kësaj lavire, mëkate dhe e bëri sebeb me udhëzimin e Islam. Kjo Zoti jon. Andaj mos e refuzo asnjë punë të mirë, se ka mos e që punë e mirë, aja që është shëkur me shpëtun nga zalmi i xhenemit. Për ta syr ka thonë përsam, ittaqun nar walau bi shaqqi tamr. Ruajini nga zalmi i xhenemit edhe me gjysmë hurme. Transmetohet në kohën e të parëve tonë, që të parët tonë kur ka ardhur dikush me i lyp dikujt sadaka, nuk i kanë refuzu. Bile e kanë dhënë edhe gjysmë qepe. Tek ne, me ta dhënë dikush një qep, gjysmë qepe, kur të lyp diçka, llojitin në çmim. Përpara ka qenë respekt, se nuk e kanë kthy lypsin brapa pa i dhënë diçka bile. Se e kanë ditë që çu kjo, nëse është për Allah, ka mundësi mu bo sebeb me shpëtu për xhenemit. Pejgamberi sallam, kur e ka fal fitet Bajramin, kurban Bajramin, i kanë nxit musliman me dhënë sadaka. Çdo Bajram e ka bëu këto. Edhe alayhi salatu wassalam ka dal ka gratë, edhe ka thonë, oj gra, jepni sadaka, se shumica banorëve të xhenemit janë gra. Shpeshtona sadakan. Për ta treguar pejgamberin sallam që kjo fe është e lehtë. Allahu nuk do neve me na ngarkuj jashtë normales. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon askënd për të mundësive. Që është i bindur, kjo sprovë ka godit, kjo bela, jashtë mundësive s'ka shans. Se Allahu është i drejtë. Fattakullahu mastata'tum. Ana tu që Zoti sa të kish mundësi. E pejgamberi ka thonë, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Bosqeshja jote, fytyrën e vllaut ton kur e takon e sadaka. Ajo është e thjeshtë. Vetëm mjafton me taku fytyrë vllaun dhe me vetu shpërblimin e atij që është e shëkur, që është shpërblyes gjigant subhanahu wa taala. Pastaj kemi rastin e muajit bekum të Ramazanit, që Allahu derë
shpërblimet e tij në Ramazan si në asnjë muaj tjetër. Der shpërblimin e tij natën e Kadrit si në asnjë natë tjetër. Der shpërblimet e natën në ditën e Arafatit si asnjë ditë tjetër. Kjo Zoti jon i qel depot të tij për ata që i don, edhe për ata që dëshojnë me shpërblime marramense dhe gjigante. Njerëzit kur dëgjojnë për ndonjë maraton apo ndonjë kfiz dhe kur e shohin që shpërblimi i kfizit edhe maratonës është gjigant, po dhe ai që ka organizuar këtë maraton është dorëdhënës i madh, bojnë çmos me marr pjesë në atë garë. Kjo është raport me njerëzit, para mendoni, raport me Allahun, shembulli më i lartë i takon Zotit. Jemi në maraton në Ramazanit dhe jemi ka fundi. Ta japim mundin maksimumin. Edhe pak. Të lodhemi, të jersitemi. Qofa Allahu që na kena për me këtë punë. Të shoha Allahu nga ne që kemi marrë me seriozitet xhenetin. E kemi marrë me seriozitet rrutin nga zona e xhenemit. Vetëm këto do Allahu prej neve me pa, e pastaj keni me pa se çka do të thonë shëkur. Ai që shpërblen pa mos, ai që është gjigant në shpërblimet e tij dhe që i fishon shpërblimet e robëve të tij. Para mendoni vesh me bën jetë, me bën një punë të mirë. Edhe ka dalë një telashe, një pamundësi me kry punën e mirë, ta shkruaj. Edhe e din që e ki bo, xhelle wala. Sa ai me gjithë që pret në me bu mirë, edhe me i derë depot e mirësive, edhe shpërblimeve të ti mbini xhelle wala. Andaj le ta duam Allahun, le ta duam kjo shpërblim gjigant, edhe le të jetojmë me këtë emër, edhe të vdesim me këtë emër të bukur. Dhe takimin e arshëm zotë dhe mas miru, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالhamdërimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatat dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Zotit xhelle wala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert, besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhirues dhe xhiruese, dal nga dal me lejen e Allahut Azza wa Jall dhe me ndihmën e tij, I ardhëm edhe fundit të këtij emisioni apo ciklit të ligjëratave. Gjithsej 30 ligjërata për këtë muaj të bekuar të Ramazanit që kemi përzgjedhur 30 emra të bukur të Allahut Azza wa Jall, nga emrat e tij të bukur që konkretisht kanë të bëjnë këta emra me muajin e faljes, e mëshirës, e pranimit të lutjeve, muajin e Kur'anit, muajin e agjërimit të bekuar të Ramazanit. Realisht me qëllim e kumlon këtë emër të fundit në këtë cikël, nga se është një nga emrat më madhështor të Allahut Azza wa Jall. Ky emër nuk është cekur në Kur'anin famlart, sikurse çu kemi mësuar zakonisht me dëgju është cekur edhe të herë 100 herë kështu me radhë. Ky emër nuk është cekur në Kur'an. Është cekur në për hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Fjala është për emrin e bukur të Allahut Azza wa Jall, Es-Sitir, që do thotë mbuluesi. Allahu subhanahu wa taala mbulesën e tij e ka bërë të shumë llojshme dhe ka kërkuar që na të mbulohemi në çdo aspekt, ndërsa mbulesa kryesore ka thonë është devotshmëria. Wa libasu taqwa dhalika khair. Mbulesa kryesore është takvaja dhe devotshmëria dhe kjo është hajër për besimtarin. Allahu Azza wa Jall mbulesën e tij do ta heqë ditën e gjykimit para banorëve të xhenetit që ata ta shohin fytyrën e ndryshme të Allahut Azza wa Jall. Që pejgamberi sa më tha për mbulesën e Zotit hijabu nur, mbulesa e tij është dritë. Mirë po, këtu kemi për qëllim
do thotë mbulesën në dy aspekte. Aspekti i parë është që Allahu Azza wa Jall kërkon prej neve që të ruajmë pjesët e turshme të trupit, thjesht ta mbulojmë atë që është obligative s'paku avretin. Ndërsa mbulesa e dytë është që Zoti Xhelalu Ala, ashtu siç është e sitir mbulues, kërkon edhe prej neve që na të jemi mbulues në aspektin e kryerjes së gjunave dhe mos ti shfaqim tmeta dhe gjunaat, qofshin personale apo edhe të tjerëve. Për të arsye tha pejgamberi selam, inna Allaha hayyun sitir, Allahu është i turshëm dhe është mbulues. Kur dikush prej juve dëshiron të pasrohet, atëherë le ta vendosë një mbulesë. Gjithashtu, parët tonë, selefus salih, ju në mundu që vazhdimisht me qenë të turshëm raport me Zotin. Dhe sa herë që jenë vetmu nga sytë e njerëzve, qoftë për nevoja fiziologjike, Zoti nderoftë, apo për kontaktin tim me bashortën, ata kanë vendosur një mbulesë modeste, nga se kanë thënë kemi turp nga Zoti Xhelalu Ala dhe Zoti e don, do thotë është mbulues dhe e don mbulesën. Për atë arsye, Allahu Azza wa Jall çuditet me disa njerëz të cilët Allahu i ka mbuluar me mbulesën e tij natën. Kur ata kanë bërë gjunohe, ata çohen dhe e largojnë këtë mbulesë ditën. Allahu i ka mbuluar me mbulesën e tij ditën, duke bërë mëkate, ata vinë mbrëmje dhe e hekin mbulesën që ja ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Për arsye ka thonë pejgamberi, i gjithë ummeti jem është i falur, ata që pendohen, illa al-muhajirun, përveç ata të cilët mujahirun, përveç ata të cilët, do thotë, i bojnë mëkatet haptazi. Kanë thonë ja Rasulullah, çka është puna me këta njerëz? Tha këta njerëz bojnë gjuna natën, edhe çuan para njerëzve, mëngjes, Allahu i ka mbulu, se është si tir, dalin para njerëzve, edhe u rrëfejnë njerëzve atë çfarë kanë vepruar. Ose bojnë mëkat ditën dhe Allahu i ka mbulu, se është si tir, edhe shkojnë para njerëzve, edhe e shpalosin mëkatin në fjalë. Andaj mos të bëhemi nga njerëzit e tillë. Kur Allahu është si tir na mbulon mëkatet, andaj mos ta turpojmë veten kur Allahu nuk na don neve një gjë të tillë. Ajo çka është më esencialja është se duhet të lusim atë që është mbulues Allahun Azza wa Jall, të thrasim me këtë emër që Allahu të na mbuloj tmetat tona, të na mbuloj turpet tona. Nëse pejgamberi sallallahu shpesh ka bëu dua kur është gjunë mëngjes dhe ka thonë Allahumma stur aurati, o Allah, ma mi mbulo tmetat e mia, ma mbulo me mbulesën tënde ya Rabbul Alamin. Ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall ju afrohet robët vet, edhe vendos krahun e tij tek e pasmja robët vet. Edhe Zoti Xhelalu Ala, ashtu si i takon madhrisë e tij, i afrohet robët vet dhe vendos, o thot dorën për të treguar afërsinë me robën e vet. Edhe Allahu e pyet robën e vet. Edhe i thot, atë kujtohet o robi jam që e ke bëu këtë gjuna filan vendin, filan kohën, wa yuqirruhu. Robi e pranon, thot po Zot. Atë kujtohet gjunaja që e ke bëu tjetri. E pranon robi. Dhe në vetë robi çka thot? Helekt. U shkatrova. Përderisa Allahu po më pyet këto gjunaje, vetë robi thot u shkatrova, helekt. Allahu Azza wa Jalla thot satartuha laka fi dunya, thot në dunja, thot as të kum dënu, po edhe të kum korit para njerëzve, të kum bulu. Wa sa'aghfiruha laka al-yawm, edhe sot thot kum t'i fal. As kum t'i shpalos, as kum të korit para njerëzve, por këto gjuna që i ke bo, kum t'i fal, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe kjo është kajmaku i shijimit të emrit të bukur të Allahut Azza wa Jall es-Sitir. Pasha Zotin e Madh, Allahu nuk dona që të përhapin gjunojnë para tjerëve. Allahu e din që na gabojmë. Allahu e din që na kemi tmeta. Për të arsye ka vendos këtë emër es-Sitir, mbulues i gjunave, me na tregu që o ju robët e mi, ani keni mëkatu, keni bëu gjunohe. Pse po e ngarkoni veten me i shpalosë gjunohe kur Allahu a ka mbulu? Pse e bëni një gjë të tillë? Wallahi na agjëruese jemi të vetëdijshëm që njerëzit ta falin. Nëse një njeri ti ke kallëzuar që ke bëu gjuna, të nesërmen kemi prish raportet me të dhe ai ka me shfryzu rastin me të nënçmu me gjunojnë në fjalë. Allahu Azza wa Jall, sado që ke bëu gjunahe, dhe në gjykimit të afrohet afër që me të kallëzu që unë e kam mitësi me ti robi jam.
unë të kom darë sa ka qenë dunja, me gjithë të gjunahe që më ke ardhë, me gjithë të meta prap du, veç për t'i kujtoj këtë gjunahe, me të kallëzu se kejti di. Në dunja të kom dënu, në dunja të kom bulu, të kom turpru, edhe sot e kom buen në jetë me t'i falë, edhe mës me të turpru hiq para njerëzve. E vetëm po të ceki në mënyrë formale. Kjo Zoti jonë si tirë, dhe pejgamberi sa na kanë nxit neve që të jemi mbulues. Për shembull, ka thonë alayhi salatu wasalam, men satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Ai i cili e mbulon një musliman, Allahu e mbulon ditën e gjykimit. Ai i cili e mbulon një turp në Allahut vet. Veç të edhin, ai edhe Zoti. Ki mundsi me mbush njerëzimin, ki mundsi me mbulu. Kush arrin me stopu veten, edhe me mlu vllaut vet një marrë, Allahu azza wa jall kam i amlu një marrë ditën e gjykimit. Allah i kemi nevojë Zote me na mblut marrët tona, turpet tona, tmetat tona ditën e gjykimit. Se nëse s'na mbulon, na korrit edhe na dënon subhanahu wa taala. Sa Allah fal shumë, ama dënimi i tij është i dhëmshëm. Andaj ka dikush agjëruese pineve që nuk ka tmeta edhe nuk ka gjunahe. Pejgamberi alayhis salam kanë nxit me i mbulu gjunat. I dërguar Allahut, kur njerëzit kanë ardhur mua në ku dhe më thonë ja Rasulullah, këmbo këtë gjuna, pejgamberi sa nuk ka darë që gjunahi më u shfaqë të njerëzit. Bile një rasti ka thonën 3 herë, ja Rasulullah tahirni i pastrom. I ka pyet pejgamberi sa më shokt, se s'ka dash njerë me dëgju, ja ka kthy shpinën këtij njeri që ka më pastru. I ka pyet shokut xhamatin, i ka thonë disa prej tyre, ky njeri është me men kryja jo. Ka dash me thonë o ti rob i Zotit. I lumi Allah të ka mbulu pse po vjen me shfaq gjunahin. Mirë po sahabët kanë qenë ndryshe për neve. Kanë dashur me shku te Zoti i pastër. Me u dënu këtë botë edhe që me shku të pastër. Ani pse ju më korrit para njerëzve. Ai ka qenë shoqëri tjetër. Ka qenë shoqëria më ideale, na jemi larg kësaj shoqërie. Mirë po, i dërguar Allah kur ka pa që njerëzit po i përhapin turpet mesin e njerëzve, Ali sallallahu alaihi wasallam i tha 3 fjalë. Fjala e parë tha sallallahu alaihi wasallam, mos u folni keq për filani dhe alani, mos birni lajme, ai ka bo këto, se kom qef kur të takoj diken për njerëzve, të takoj me zemër të pastër. E dyta, tha ja ma'shara man amama bilisanihi, o ju që keni besu me gjuhë tuaja, edhe imani s'ka hi ende në zemrat e juaja, la tattabi'u awrat al-muslimin, mos i hulumtoni tmetat musliman, turpet e tyre, nga sa Allahu do t'i hulumtoj tuajat dhe do t'ju kurit edhe duke qenë në shtëpinë tuaj. Të ka dalë një marrë prej shtëpisë, dije që dikun e ke prek, vend gabon ki prek. Andaj duhet me pas kujdes. Shikoni, po e seki një rast me ilustru këtë punë më mirë. Omer radiallahu anhu ka pas zakon afër vetes si halifi muslimanëve me pas njerëz të mëshëm. Edhe ka zgjedh një konsultues Abdulrahman ibn Auf. Shikoni mençuria e këtij sahabiut. Omeri natën ka dalë me shikuj gjendjen e muslimanëve. Edhe i ka thonë dikush, ja emir el mu'minin, filan shtëpinë është duke u pi alkool. Filan shtëpinë bëhet edhe dyshojmë që ka procesion. Edhe u afru Omeri me Abdulrahman ibn Auf dhe me disa sahabi, ka pas mundësi edhe fuqi mu hakmar, me hym rana. Edhe i tha Abdulrahman ibn Auf, tha ban me ndërhy, ja emir el mu'minin, tha fol. Tha me mngu mua nuk hym këtë shtëpi. Tha pse? Tha për shkak se Allahu na ka ndaluar me i hulumtu turpet e njerëzve, këtë rast muslimanëve. Thot me mngu mua përderisa Allahu ja ka mbulu marrën. Përderisa ata ka mbu fshet, s'ka ndonë shesh me kallzu, edhe me përhap gjinaj me mngu mua nuk hym hiç. Omeri tha, veç e di që fol me argumente edhe me devotshmëri se nuk kisha ngu. Edhe u kthita mas Omer radiallahu anhu. Me tregu që ti ki mundësi me zbulu gjinojnë, ki mundësi me i përcjell metat e dikujt, por mos harro se është Allahu i cili pasaj ti përcjell metat tua dhe pasaj të korrit Allahu na ruaj. Dhe Allahu i ka kërcënu me dënim dhëmshëm këtë botë dhe botën tjetër. Të gjithë ata që i prekin edhe i përcjellin turpet dhe tmetat e muslimanëve. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Ata të cilët kanë qef me u përhape keqja mesin e muslimanëve, me u zbulu turpet e muslimanëve, kanë me pas dënim të dhëmshëm këtë botë dhe botën tjetër. Agjërusin nderuam, a dëshiron Zoti me të mblut metat?
A dëshiron Allahu mos me të kurit këtë botë dhe botën tjetër. Mos e kurit vllahun ton, mos e kurit motrën tënde për gjunohin, për gabimin edhe për turpin që e ka bërë. Qase ka mundësi aja ka vepruar gjunohin. Allahu e fal nëse pendohet, për çka mbetet pasaj puna me ty kur dalësh para Allahut Azza wa Jall. Funja fundit nuk kemi gjykues në tokë, qase gjykimi i takon Allahut Azza wa Jall. Secilit i mjafton vetja vet. Unë mendoj që kaosi që i ka kaplu musliman botën moderne, ose secili mirët me tmetat e tjetrit. Wallahi me u marr me tmetat tona, mjaftohemi edhe nuk na shkon menja për askënd. Andaj, ju bëj thirrje këtë ligjat fundit që t'i ambulojmë tmetat njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin, ta falim njëri tjetrin, ta ndihmojmë nëse dojmë që Allah më na fal, më na ndihmu, më na mbulu tmetat, edhe mos më na kuri ditën ma të frikshme, ditën ku do dalim para madhrisë e Tij subhanahu wa taala. Lutem Allahun që këta emra që i kemi trajtu na mësoj t'i kuptojmë drejt, t'i fusim në praktik, dhe ta mësoj që ta duam Allahun më shumë, të kemi besim më shumë tek Ai, se Ai është falës, Ai është mbulues. Allahu na do neve më shumë se çdo kush. Ai nuk ka qef me na dënu, Ai na mëshiron, Ai na fal, Ai na mbulon, edhe në fund na fut në xhenetin e Tij. E lu Zotin e Madh që të dalmi nga ky muaj i bekuar i Ramazanit me gjunahe të falura, që Allahu mos na ketë privu nga mirësitë e këtij muaji, posaçërisht mirësitë e natës së Kadrit. Deri në takimet e ardhshme të ligjëratave, cikleve të ndryshme, e lutem kujdesin e Allahut Azza wa Jall, e lutem Allahun që të vdesin faqebardh edhe të dalin faqebardh para madhrisë së Tij subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدريم ذي الأذريمات إتاكوين وتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقون محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Zotit Gjellewala qofë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Dhe kemi përzgjedhur emrin e radhës që të flasim disa fjalë rreth këtij emri, emri i cili ka lidhshmëri me këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E ky emër është sekur 3 herë në Kur'anin famlar. Është fjala për emrin e bukur të Allahut El Kerim, bujari apo dorëdhënësi. Allahu Azza wa Jall është i pasur, nuk ka nevojë për krijeset e tij. Përkundër kësaj, ai vazhdimisht është Kerim ndaj krijesave të tij në përgjithësi e në veçanti ndaj atyre që i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasalam, inna rabbi ghaniyun kerim, thuaju ty i dhujtarëve se Zoti jem është i pasur, Zoti jem është bujar i madh subhanahu wa taala. Jemi në muajin e pranimit të duave dhe lutjeve, dhe e kemi një Zot i cili është dorëdhënës, bujar i madh, dhe kemi mundësinë që të përfitojmë nga bujaria e Tij Gjellewala e pashtershme në këtë muaj të bujarisë. Mjafton që ti precizojmë kërkesat tona, mjafton që ti precizojmë lutjet tona, edhe çka duam të lypim realisht nga Allahu Azza wa Jall, i cili është El Kerim subhanahu wa taala. Alayhi salatu wasalam, kur ka folur për Allahun Azza wa Jall, konkretisht për këtë emër, ka thonën
inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min al-'abdi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra ose khaibatayn. Në këtë hadith vërtet tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti juaj është hayi, i turpshëm, kerim, bujar i madh. Allahu turprohet kur robi i çon durt me i kërku diçka edhe me ja kthy gjevapin, përgjigjen zero, ose me ja kthy duart bosh. Vetëm paramendoni, edhe pse shembulli më i mirë tek Zotit, paramendoni një shembull këtë dunjë. Kiron zor diçka. Edhe na, secili prej neve ka një dost, ka një haver. Edhe i shkon mendja që për këtë gajle që e kom, për këto pare bërë që po më duan, jo mi sigur që filanit një mesazh mi aqu mi jep edhe se bon laf këtë punë. Jo mi bindur që nëse s'mi gjen krejt parët, ai nuk më kthem me dur thot. Për kuna jetu me ndu kështu? Për një krijes që as pasurin që ka të shtëpia se ka dorën e vet. Para mendoni kështu na mendojmë për një qetin që realisht duhet me qenë kjo bindje. Po çka duhet me qenë mendimi jon për Allahun Azza wa Jall? Që pasuria e tij është e pashtershme, pa kufishme. Pasuria e tij është gjigante. Andaj kemi Zot që është El Kerim, është bujar i madh. Dhe mjafton na që ta kërkojmë bujarinë e tij apo të kërkojmë nga bujaria e tij subhanahu wa taala. Allahu Azza wa Jall bujarinë e tij e ka derë këtë botë, po më shumë e kalon botën tjetër. Para mendoni një namaz me fal në xhami, llogaritë sikurse do thotë apo ka shpërblimin 27 sevap, apo 25 shkon transmetime. E dyta, ka thonë Ali sallallahu alaihi wasallam, men qara harfa min kitabillah, kush e lexon një shkronjë nga libri i Allahut Azza wa Jall, shpërblehet me 10 fish. A nuk është kjo bujaria e Allahut ndaj neve? Men jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kush e bën një punë të mirë, Allahu ka thonë në Islam të mirë, e ka sevapin e 10 mirave. O men jaa bis sayyiati fala yuzza illa mithlaha. Kush e bën një punë të keqe, një më një. Pastaj tjetra, për agjërimin, ka thonë pejgamberi çdo vepër, hadithi kutsi, çdo vepër, ka thonë Allahu Azza wa Jall, shpërblehet nga 10 fish e deri në 700 fish e pa kufi. Përveç agjërimit. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ai është për mua dhe unë di sa shpërblej për të. Andaj shumë fishon punë. Pse shumë fishon punë? Se kemi të bëjmë me një Zot i cili është El Kerim, është bujar. Po e ilustroj edhe një shembull konkret këtë dunjë, edhe pse shembulli më i lartë i takon Zotit xhelalu ala. Jemi duke punuar për shembull me një fabrikë. Edhe punëtorët e dinë që punëdhënësi, pronari i fabrikës apo i projektit është njëri shumë bujar. Vetëm ai me pa të ti seriozitet, kur ta qese rrugën e shef që i ki 50 euro më shumë. Vetëm me pa seriozitet. Pastaj, me pa të këti që jetu bu punë shtesë, ai ta shtonë në një dosë tjetër të pagës mujore. Nëse kështu qenka me robrit e Zotit që ata as për vete nuk e kanë garantume pasurinë as jetën e tyre, se kanë duart e tyre, është në duart e Allahut Azza wa Jall, atëre çka bëhet fjalë te Allahu Azza wa Jall që është dërdhonës edhe është bujar gjigant subhanahu wa taala. Edhe lutem Allahun Azza wa Jall që të bëhemi edhe na dërdhonës, të bëhemi edhe na bujar, të bëjmë bamirësi çysh ka bu Allahu me neve bamirësi. Ta mësojmë dikën çysh Allahu na ka mësuar neve. Ta uzojmë dikën çysh Allahu na ka uzuar neve. Ti ndihmojmë dikën që Allahu na ka ndihmuar neve, nga se nuk është bujaria, edhe dordhënia vetëm në çështje materiale, po është gjithë përfshirëse, edhe është më e gjerë, nga se Allahu i Lartëmadhëruar e ka di që jo të gjitha krijesat kanë me qenë bamirësa, e kon fjalën kanë me qenë të pasur. Andaj edhe i varfri ka mundësi me bu bamirësi, edhe i varfri ka mundësi me qenë njëri bujar. Pra bujaria reale është e para bujaria që është në zemër, e pastaj bujaria që del nga dora e bamirësit edhe dordhënësit. Kjo na jep neve me kuptu që kemi të bëjmë me një Zot që është bujar i madh, me një Zot që bujaria e tij është e pakufishme. Andaj duhet ta kërkojmë mirësi nga ai subhanahu wa taala, nga sa ai është bujar dhe jep shumë. Dhe në takimin e ardhshëm Zoti di më së miri, walhamdulillahi rabbil alamin.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلمدريمة الأفضريمة إتاكوين وتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرغين محمد عليه الصلاة والسلام تدروار أجروسة jemi ka fundi I këtij cikli të ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall dhe jemi edhe ka fundi I muajit bekuar të Ramazanit duke mbetur me shpresë që kemi përfituar nga ky cikël I ligjëratave ku jemi munduar që me I paraqit disa emra të Allahut Azza wa Jall jo të gjithë nga se kemi thonë që janë 99 emra kemi përzgjedhur disa prej tyre të cilët zakonisht apo konkretisht kanë të bëjnë edhe me muajin e bekuar të Ramazanit, me të vetëm qëllim që ta njohim Allahun Azza wa Jall më mirë më drejt, të mësojmë disa emra dhe të jetësojmë ata emra në jetën tonë të përditshme. Emri I radhës I Allahut Azza wa Jall është El Aziz, I cili është I gjithfuqishëm. Pra është emri I bukur I Allahut Azza wa Jall që është cek në Kur'an 100 herë, pra ka në librin e Allahut Azza wa Jall. Ndërsa cilësia e Allahut Azza wa Jall është El Izza, thotë që Allahu është I gjithfuqishëm subhanahu wa ta'ala. Sa I përket kuptimit të këtij emrit të bukur të Allahut Azza wa Jall, dietarët e kanë ndarë këtë kuptimin e këtij emri në 3 lloje. E para është ka ardhur emri Allahut El Aziz dhe cilësia e tij El Izza, thotë në aspektin e fuqisë së përgjithshme. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu Azza wa Jall është ai I cili është furnizues dhe është I gjithfuqishëm subhanahu wa taala. Që do thotë Allahu Azza wa Jall është I gjithfuqishëm në aspektin e fuqisë supreme dhe absolute. Kuptimi I dytë është ka ardhur El Izza në aspektin e vetmjaftueshmërisë. Që do thotë krijesat kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall. Allahu nuk ka nevojë për krijesat e tij. Pushteti I tij është absolut. Pushteti I tij nuk varet nga krijesat e tij subhanahu wa taala. Allahu është I vetmjaftueshëm dhe normalisht është ngadhjimtari ndaj çdo gjëje. Dhe krijesat e Zotit xhallahu ala janë të dobta përballë fuqisë së Allahut azza wajal, janë të mposhtura dhe të përulura para fuqisë së Allahut azza wajal. Sado që ndonjë superfuqi botërore bëhet edhe shumë fishohet kur ta krahasoj me fuqinë e Allahut azza wajal, ajo është zero, për shkak se para madhrisë së Allahut azza wajal çdo gjë bie dhe zhduket. Kuptimi I tretë është se Allahu azza wajal me fuqinë e tij e ka çdo gjë në dorën e tij. Për atë arsye Allahu azza wajal ka thënë walillahi al-izzat. E tërë fuqia I takon Allahut azza wajal. Pastaj innal izzata lillahi jamia. Me të vërtetë e tërë fuqia I takon Allahut, prap ka thonë ajet tjetër. Dhe Zoti xhallahu ala ka treguar që Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që fuqia e tij të jetë absolute. Mirpo Zoti xhallahu ala me fuqinë e tij nuk I bën padrejti askujt azza wa jall. Allahu ka në duart e tij çdo gjë. Dhe kurkush nuk ka mundësi mi u kundërvy fuqisë së tij absolute. Për shembull Allahu azza wa jall thotë: "Qulillahumma malikal mulk." Thuaj te o Muhammed sallam, Allahu I takon I gjithë pushteti. Yu'til mulka man tu'til mulka man tasha. Ja e pushtetin kë do shti o Zot. Wa tanzi'ul mulka man tasha. Ja largon pushtetin, do thot kë do ti o Zot I madh. Wa tu'izzu man tasha. E ngrit kë do ti o Zot. Wa tudhillu man tasha. E për ul kë do ti o Zot. Biyadikel khair. Do gjë e hajdesh në duar tua. Innaka ala kulli shay'in qadir. Dhe ti I plot fuqishëm për çdo gjë subhanahu wa taala. Andaj a dëshiron me marr autoritet, a dëshiron me marr fuqi, anëpse I dobët, atëherë lidhur me atë që është I gjithfuqishëm. Pushteti I cili është pushtet suprem, sado që formohet fuqi botërore, ka shi fuqisë Allahut azza dhe pushtetet e Allahut, çdo gjë është zero, e mposhtur dhe e përulur. Për arsye Allahu ka thënë: "Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan bi idhnillah." Sa grupe njerëzit të vogla
kanë fitu kash i grupeve gjigante njerëzish. Me çka? Me fuqinë e Allahut azza xal dhe me ndihmën e Zotit xhelalu ala. Nëse je me njerëzit, por je kundër Allahut, je i dobët. Shumë i dobët. Nëse krejt njerëzit janë kundër teje, por e ki Allahun, je shumë i fuqishëm dhe je i pamposhtur. Dhe krenaria, fuqia i takon Allahut dhe gjithë ata që rreshtohen ka pala Allahut azza xal. Për të thënë Allahu tha: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la yafqahuna wa la ya'lamun." Tha Allahu azza xal, e tërë fuqia, krenaria i takon Allahut, pejgamberit të Allahut, muslimanëve, por munafikët nuk e kuptojnë këtë punë drejt, nuk e dinë. Andaj bëhu me Allahun azza xal do të jesh i fuqishëm, krenar, dhe Allahu do të jep fuqi të cilën nuk e ke pas asnjëherë. Lidhuni me Allahun azza xal të ndruar agjëruese. Nëse në Ramazan nuk lidhesh me Allahun, nëse nuk ke bindje se Allahu është i poshtetshëm dhe ka fuqi mbi çdo gjë, atëherë je i dobët, si në aspektin e imanit, si në aspektin e lidhjes me Allahun azza xal. Allahu na mësof me kuptu fuqinë e tij absolute. Allahu na mësof me dash Allahun dhe me jetu krenar si musliman, krenar si robër të Allahut azza xal, edhe me dalë nga kjo botë faqebar, krenar duke qenë musliman dhe rob i Zotit xhelle uala. Në takimin e ardhshëm, Zoti më smirë, alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالحمدلله dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut azza wa jall, salavatat dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Dhe realisht jemi në ligjëratën e parafundit të këtij cikli, edhe kom përzgjedh një emër të veçantë të Allahut, edhe pse gjitha emrat e Allahut janë të veçantë. Ky emër I Allahut azza wa jall është El Kafi. Që do thot ai I cili I mjafton në robëve të vet për çdo gjë, për gjërat e kësaj bote edhe për gjërat e botës tjetër. Ky emër I bukur I Allahut azza wa jall është cek vetëm një herë në Kur'anin famlar. Për kujdesi Allahut azza wa jall dhe ajo që Allahu përkujdeshet dhe është I mjaftueshëm për robët e vet është dy lloje. E para është mjaftueshmëria e përgjithshme, ndërsa e dyta është mjaftueshmëria e veçantë. Mjaftueshmëria e përgjithshme është për qëllim se Allahu azza wa jall që nga krijimi I kësaj bote deri në fundin e saj, sado që krijon krijesa, Allahu është I mjaftueshëm për ato krijesa. I mjaftueshëm për t'i asiguruar furnizimin, ushqimin, pijen, I mjaftueshëm për gjërat në përgjithësi. Ndërsa mjaftueshmëria e veçantë është se Allahu azza wa jall u mjafton robëve të tij të sinqert subhanahu wa taala për t'ia zgjidh dertet, problemet, hallet, për t'i siguruar ata këtë botë dhe botën tjetër. Për atë arsye Allahu azza wa jall kur ka sjell këtë emër në Kur'an e ka ardhur në formë të pyetjes, duke na bërë të ditur Alaysa Allahu bikafin abda. A nuk I mjafton Allahu robit vet? Andaj nderuar agjëruese, çdo breng që e ki,
çdo problem që e ke, çdo smundje që të kaplon, çdo synim që ke për të ardhmen, le të mjaftojë Allahu Azza wa Jall për çdo gjë. Nga se nëse Allahu të mjafton për çdo gjë, i mbështetesh atij, Allahu subhanahu wa taala është i mjaftueshëm për ti realizuar qëllimet dhe planet tua. Për të arsye Allahu tha: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ai i cili mbështetet një mend Allahut Azza wa Jall, Allahu i mjafton atij. Andaj duhet që ta kesh në mendje se Allahu është El Kafi, ai i cili të mjafton ty për të zgjidhur të lashet, hadha dhe brengat e tua. Ky emër i Allahut Azza wa Jall prej benefiteve që na jep neve është ihsanu dhanni billahi Azza wa Jall, me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, që nuk ka breng, nuk ka smundje që nuk zgjidhet me Allahun Azza wa Jall. Sa do të qoftë smundja e rëndë e madhe, Allahu është i plotfuqishëm më i madh. Sa do të qoftë derdi dhe halli i madh, Allahu është më i madh. Allahu është mbi çdo gjë, është i plotfuqishëm dhe i mjafton robët vet. E dyta është ky emër i Allahut Azza wa Jall i jep siguri muslimanit, agjëruesit dhe agjërueses. Siguri se në zemër mbillet bindje e thellë që mua më mjafton Allahu për çdo gjë. Për planet e mia, për të ardhmen time, për familjen time, për vetveten time dhe çdo gjë që kam nevojë, mua më mjafton Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu, emri i bukur i Allahut Azza wa Jall, El Kafi, na jep me kuptu që na vazhdimisht duhet të drejtohemi atij që na mjafton neve, atij që çdo problem para tij bjen, çdo derë e mbyllur para tij zgjidhet. Ajo është El Kafi, ai i cili mjafton robët vet për këtë botë dhe botën tjetër. Andaj na kemi brenga të lloj-llojshme, por brengat ndahen dy lloje në përgjithësi. Brengat e kësaj bote dhe brengat e botës tjetër. Andaj kërkon nga Allahu që t'i largoj këto brenga të kësaj bote dhe botës tjetër, nga se ai të mjafton ty për t'i largu këtë çështje. Për atë arsye e ka emrin El Kafi, i mjaftueshëm pra për robët e vet për të zgjidhur problemet e tyre të kësaj bote dhe botës tjetër. Më për këtë arsye Allahu tha: "Alaysa Allahu bikafin abde." A nuk i mjafton Allahu Azza wa Jall robët vet? Pyetja nga Zoti. Ke dyshim te Zoti jot? Mendon që Allahu nuk mund ta zgjidhë problemin që e ke? Mendon që Allahu nuk mund t'i çel dyrë që t'u ka mbyllur? Kjo është një gjë e keqe, raport me Zotin. Më pak të është edukat e keqe raport me Allahun Azza wa Jall. Nga se nuk ka diç që i del Allahut përpara e që nuk nënshtrohet dhe mposhtet. Sa të qoftë fuqia gjigante, sa të qoftë problemi i madh, para Allahut çdo gjë bëhet pluhur edhe hi. Nga sa Allahu kur e don një punë më u zgjidh, çka thot inma amruhu idha arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Kur Allahu dëshiron me ndodh një gjë, mjafton ai me thon bëhu, edhe ajo bëhet me lejen e tij subhanahu wa taala. Andaj jeto krenar që je musliman, jeto krenar dhe i lumtur që Allahu ta ka mundsuar me njoh Zotin tond, edhe ta shëtutje ndryshe sillesh me Zotin tond. Ta shëtutje din çka me i kërku Zotit tond, din se si me ju drejtua Allahut subhanahu wa taala, ju drejtuar se e din që ai ty të mjafton për çdo gjë dhe nuk ke nevojë me troki dyrë tjera për të zgjidhur hallet tua, problemet tua dhe për të plotësuar dëshirat edhe synimet tua të ardhshme. Elusme Allahun që Allahu na mësoj drejt me njoh Zotin xhelalu ala, na mësoj që me kuptu këta emra drejt, me kuptu përkthimin e tyre, me mësu përmendsh edhe me i implementu kuptimet e këtyre emrave në jetën tonë të përditshme. Dhe ky implementim keni të bindur të ndëruar xhirues dhe xhiruese që ka më na bëu më të lumtur, më syqel edhe më krenar që jemi musliman, jemi pjesëtar të këtij ummeti edhe jemi rob të Allahut Azza wa Jall. Allahu na mëson me shiu këto kuptime dhe në takimin e ardhshëm dhe të fundit të këtij cikli ju lë në kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Ajde më smiri, alhamdulillahi rabbil alamin.